Unë jam Gazmet Mehmetaj. Unë quhem Agam Mehmetaj. Unë quhem Him Haradinaj. Gazmeti ka pas ëndër gjithmonë se një ditë me po Kosovën, me ushtrinë ose policinë e saj. Edhe këtë ëndër ti e kom marrë si lloj amaneti edhe kam qenë fund edhe sot e kam veshur uniformën e policisë ku shërbej me nder dhe kënaqësi. Karakterin, më kanë thonë që e keni të njëjtë, me pas nevojë vendim, prapë të tërheqtohemi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Asgjë tjetër nuk ka bërë më shumë një krenar se sa emri i tij. Unë jam Gazmet Mehmetaj. Unë e trashëgoj emrin nga miqja im, i cili ka rënë me datën 24 mars së bashku me Himen edhe Agronin. Emrin më kanë trashëguar familja dhe ndihem shumë krenar sepse nuk është vetëm një emër, por është një histori edhe një personalitet i cili ka shkuar gjithçka dhe ka jep jetën që ne sot takzojmë lirinë që takzojmë edhe sot. Ka shumë histori që kam dëgjuar nga familjarë bashkëqytetarë, po normal kuptohet se data 24 mars, momentin që kanë rënë, por e ke cek edhe një që ja vlen të ceket, është Gazmeti ka pas ëndër gjithmonë se një ditë me po Kosovën, me ushtrinë ose policinë e saj. Edhe këtë ëndër ti e kom marrë si lloj amaneti edhe kam qenë fund edhe sot e kam veshur uniformën e policisë ku shërbej me nder dhe kënaqësi. Me Agronin dhe Himin e ri, normal kuptohet raportet e kem shumë ngushta, domethënë çdo kohë dalim bashkë kena ton kohë në kontakt. Hima pak ma larg pak në Gjakova, më ton kohë në aktiv, domethënë asnjëherë nuk largohem njëri prej tjetrit. Normal që ndihem shumë krenar dhe nuk është emër i vogël, po është shumë emër i madh që bor Kosova. Momentet që vim këtu normal na kujtohen ata djem që janë rrah për këtë vend, normal është pra ne vërdhimbja, po më e madhe është edhe krenaria, sepse jo gjithkush mundet me pat familje dëshmorë ose një emër për trim një dëshmorë ose një heroi të Kosovës. Unë quhem Agam Mehmetaj, trashëgoj emrin e xhaxhait tim dëshmor, i cili ka ra me 24 mars të vitit 1998. Xhaxhai im së pari, vitin 1997, është regjistruar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Pastaj e kalon fakultetin edhe është kadruar në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës. Kjo neve na bën njerëz që na bën krenar, po na hap nder, na hap përgjegjësi që më shikuan drejt të ardhmës, me punu fort, me mësu fort, me arrit nal prej këtyre njerëzve, prej këtyre trimave që kanë të shikuar, e kanë njëjtë veten për lirinë e Kosovës, që e gëzojmë na sot. Kur më kanë treguar mund detaje, më ka prek më shumë ti pjesa e rënies tyne prej 24 mars, që si e kanë treguar veten si një 19 vjeçar, që sot janë, që më thonë, mas i takojnë mas gjimnazin, maturanta, e kanë një konë qash trima ku e kanë veten për liri, për mi pështu fëmin, janë shku mas, mi pështu fëmin. Kjo na bën veç krenar gjithmonë. Unë qysh si fëmijë, ndina shumë krenar që kam pas fatin, kam pas nderin të kam emrin Agan, të kam emrin e axhit tim. Si kësaj lloje ne kam njeh edhe rrugën e tij, jam shkollu, e kam kryer fakultetin e inxhinierisë mekanike, qysh ka dashur ai, edhe pse ai s'ka mujt, unë e kam kryer, tash jam edhe master, po aty drejtimi të inxhinierisë. Kjo më bën shumë krenar mu, ku njerëz më thirrin Agan. Kur çdo vit përkujtojmë 24 marsin, mu edhe që dhe ma shumë marrë të kënarin. Karakterin, më kanë thonë që e keni të njëjtë, serioz, ka qenë edhe serioz. Këto dy ditë parë më kanë thonë që i ki mas shumë të parafërta me to. Po të kishë ndodhë edhe njëherë me pas nevojë vendim, prapë do të tërheqtohemi ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk jam veç unë, ka shumë dje me vajza të ri që janë gati të tërheqtohen Kosovës për çlimin e saj. Unë quhem Him Haradinaj. Emrin e kam për trim prej axhës, edhe asgjë tjetër nuk ka bërë më shumë një krenar se sa emri i tij. Historia është shumë e dhimbshme, për shkak që ai ka qenë shumë i ri, edhe çado që kanë kalu, edhe që kanë hek ata, ka qenë diçka që edhe sot, edhe deri sot desë unë nuk kam i arrukur. Me kohë, tash prej fëmirisë unë nuk është që kam bo ashtu pyetje ose veç kështu që kanë tregu gjinja dhe që kum një kështu ma shumë. Hima bashkë me Agronin edhe Gazmendin prej asaj dite 24 marsit që kanë shku me shpëtu fëmijët prej shkollës ka qenë diçka shumë e pa imagjinueshme për atë kohë, për ata djemë të ri që kanë bo. Nuk ka krenarimat madhe, besëm. Edhe çdo kush si për krejt luftëtarët që kanë qenë edhe bartin sot emrin e dikuj që ka vdekur për lirit tonë, nuk ka ma krenari. Ma shumë ka goja kështu,
kemi tipare të njëjta. Mu nuk më ka rënë me njoft për këtë puna karakterit, besoj që trimnia na bashkan atë. Krejt. Normal, nëse vjen nevoja, na do të jemi këtu gjithmonë. Për vendin tonë, për lirinë tonë. Gjithmonë. Ndoshta asnjë arsye mos ta kisha pas, ai do ishte i vetmi arsye.